ballafaqohemi. Një prej pikave që është përmend, ta zëm, prej ku ka gisht edhe lëvizjeve vendosje, po specifikisht edhe qeveria si nismëtare e ligjit është Komisioni i pavarur mediave, ligji për KPM-n, ose ndërhyrje direkte në RTK, siç përmendet në Unë mendoj që ligji KPM-s është i butë në raport se ç'është do të më kon. Ligji KPM-s është i butë në raport se ç'është duhet më kon. Unë s'kam qenë sipas juve. Po tash ligji KPM-s për shembull e kërkon kush janë aksionorët nëpër televizione. Apo kupton? Kur të shiten më shumë se 10% të aksioneve me deklaru shtetit. Navesh shteti duhet me ditë kush qëndron mbrapa mediumeve për shkak se polarizimit vijnë pe mediumeve, jo pe qeverive. Kur thoni duhet me kanë Majron, pse atëherë kemi vendim. A di për çka Majron? A di për çka Majron? Se kjo disiplinon edhe gazetarin, edhe qeverinë, edhe qytetarin. Apo e kontestoni tash edhe aktvendimin e kushtetuesës. Dëgjoj, se kom lezu këtë aktgjykimi, por më kon shumë korrekt me tyje, po unë mendoj që KPM-ja, ju jeni televizion, do më ju jeni në nombrellën e KPM-s, ju prodhoni lajm edhe prodhoni content audio-vizual. Të njëjtën e ban një portal. Tash, për shkak teknologjisë ka ndryshuar gjithçka. E unë mendoj që portalet do të më konë në nombrellën e KPM-s. Okej, me që se keni lexu, tash mund të diskutojmë mbi. Se s'janë, jo, ligjin e dijune. Unë gjykimin se kom lexu. Nga mirë se jam të fol për ligjin. Tash këta refuzojnë, për shembull portalet që prodhojnë content audio-vizual me qenë në nombrellën e KPM-s. KPM-ja do të më konë një regulator kur konstatohet që ke shpif të marrë dëna 20.000 euro. Edhe tani gazetarët para se me prejk post aty, menohen mirë. Se s'mon është ti me shpif boza atytore dhe me vazhdu me qarkullu leshëm në për këtë republikë. Shpifja ka edhe regulativa aktuale që se lejon shpif kërkush, as gazetar, as politikan. Kush se lejon? Nuk lejohet shpifja në Republikën e Kosovës. Kus lejohet? Pa e ndodhë boza atytore. A hajtë që dënohet shpifja të rëgama? Dënohet me legislacionin në fuqi. Tash si jemi këtu për të debatuar. Jo, ta shpjegojë nëse përshtajmë ekspertën. Megjithatë. Po ta shpjegoj Haris, dëgjojmë edhe një herë. Shpifjet ndodhen në boza ditore, janë të dokumentume. Ato do të më konë në një ombrellë në regulatori, që kur të konstatohet që ka shpif, do të me dënu se që kjo disiplinon. A e kupton qytetori thjesht, del në makinë, hyp me një automjet, nuk e vë rripin e sigurisë, dënohet 150 euro. Një do të për mediume. Liria e shprehjes nuk e përfshin as shpifjen, as ofendimin. Kodin etikës do të mjë përmbojt se cili. Edhe përfshi gazetorët këtu. E sikur, KPM-ja të është një regulatori mirëfilt, edhe ti kishë apliku disa mosa, unë menoj që ishë pastru ky kontaminimi që po bot, po jo pe këtë gazetorë, prap, janë disa prej tyre që i përdorin portalet e tyre për me ndot opinionin. Me të qiet, ashtë qysh do të ndryshohet ti për shtatët frymës kushtetutës? Me shumë dëshirë ka me kërku më kom pjesë ati grupi punës. Pa tjetër, do të flasë për situatën aktuale politike, basha, të mi bardë në Vatikan, papa u zgjodh, po jo edhe kryetari i kuvendit. Po, unë motrave vëllezërve katolik, e uroj për zgjedhjen e popës së ri. Menoj që ai proces është kry, kurse tek ne do të ishte kry para popës, sikur ta kishim pas një opozit të përgjithshme, për shkak se tek ne është blok